lojtari ndoshta më i liri për momentin nga rosteri, edhe të lojtarë të huaj edhe të ndashta dhe vendor. Edhe Amzili ka orë si një backup i Drilonit, më në them, sepse Driloni pa disa lëndime kështu si vjet, edhe Amzili dul një lojtari cili ashtu që i ka thonë treneri kombëtarës të Finlandës, Adisit, kur ju në në garat evropiane që kenë bashkë, i ka thonë është një lojtar të cilin shumë po vjen keq që s'po moj me marrë në 12, se deri në 13 që shku Amzili. E në 12 edhe i ka thonë është potencial që kime po edhe vetë. Bashkë që ashtot, në qatë mënyre pa të marrë edhe Adisi, edhe dul që i ka thonë treneri. Po edhe Adisi ka punu me to këto ditë shumë, këta muj shumë, edhe në shpresoj që Amzilin kena pas shumë vështirë me nalë sezonin tjetër, se ka me pas oferta për me lujt në Evropë dikon shumë ma. Edhe Vikingo njejt, edhe ajo është ndër lojtarët ma të lirë, apet edhe aj mas Amzilit, edhe aj ke një analizë e kena bu, e kena këshyr, Adisi e ka vendos shumë shpejt me marë, sepse s'patëm edhe shumë kohë, se na u smu këtë gjakure, i ra, si që i thojnë, stare lëkot e na popullore, e patëm një farë treme për mos për jesim keq, e morëm si shpejt, edhe ato backup e morëm për të këto, po dul i sukses shumë tash. Edhe fat po kena më mdu. Vërtet, jo ka lidhën sanët. Dhe lidhën sanët, dhe i lidhën sanët kampionit. Po edhe kur guxon duhen zanë. Po, e vërtet. Këto sanë shkojnë pak edhe me guxim. Qëre, është e na një sanë ku po dune me shfrytzu rastin, të nuk më bjen shumë shpesh për respekt ka marrë të ti,